Në dhjetor të vitit 1921, kur dyert e rënda të godinës së qeverisë në zemër të Tiranës u hapën me një zhurmë të mbretë, një burr që sapo kishte marrë mandatin e kryeministrit u ul pas tavolinës së punës dhe kërkoi dosjen e thesarit shtetëror. Ai që solli dosjen ishte një nëpunës i vjetër, duart e të cilit dridheshin ndërsa ja zgjati kryeministrit një zarf të hollë aq sa dukej sikur brenda nuk kishte asgjë. Hasan Prishtina e hapi zarfin dhe pa një fletë të vetme me shifra të shkruara me shkronja të zeza. Asnjë lek në arkën e shtetit. Asnjë shpresë për të paguar xhandarmët që ruanin kufirin. Asnjë mënyrë për t'i dhënë bukë fëmijëve të atyre që kishin luftuar për ta çliruar këtë vend. Por në fund të faqes, me shkrim dore, dikush kishte shënuar një fjali që do të ndryshonte gjithçka. Shikoni dosjet e koncesioneve në dollap. Në atë moment, Hasan Prishtina nuk e dinte ende, por ai sapo kishte zbuluar arsyen pse do ta humbnin karrierën e tij politike brenda vetëm 5 ditëve. Dosjet që ai kërkoi menjëherë pas kësaj ishin aq sekrete sa as sekretari i tij personal nuk kishte çelësin e dollapit kur ruheshin. Pasi e thyn dollap me një lev hekuri, brenda gjetën kontrata të shkruara në anglisht, italisht dhe frëngjisht që falnin naftën e Shqipërisë për 99 vjet kompanive që asnjëri nuk i kishte dëgjuar emrin më parë. Kush i kishte nënshkruar këto marrëveshje? Cilët po përfitonin nga këto sekrete? Dhe më e rëndësishmja, sa njerëz ishin të gatshëm të vrisnin për t'i mbrojtur këto kontrata? Përpara se të flasim për kontratat që e rrëzuan një njeri brenda një jave, duhet të kuptojmë se çfarë lloj njeriu ishte Hasan Prishtina. Ai ishte një nga pakët figura politike të asaj kohe që kishte hyrë në politikë jo për t'u pasuruar, por për të shpenzuar çdo qindark që kishte për çështjen kombëtare. Në vitet përpara se të bëhej kryeministër, ai kishte shitur çiftligjet e tij të mëdha në Shkup e Prishtinë, që ishin trashëgimi familjare, dhe i kishte shndërruar ato para në armë për kryengritësit që luftonin kundër pushtuesve. Ndërsa politikanët e tjerë blenin pallate në kryeqytet, Prishtina jetonte në një shtëpi modeste dhe refuzonte çdo dhuratë që i ofrohej nga tregtar ose diplomat të huaj. Ai njihej në Tiranë si njeriu që nuk pranonte rishfet, dhe pikërisht kjo e bëri atë armikun më të madh të atyre që jetonin nga rishfetet. Kur erdhi dita që ai u zgjodh kryeministër nga Këshilli i Lartë, me mbështetjen e Aqif Pash Elbasanit, ata që e njohën e dinin se tani do të fillonte një luftë e vërtetë. Jo luftë me pushkë, por luftë me dosje, me kontrata, me sekrete që ishin fshehur në sirtarët e qeverisë së mëparshme. Një javë më parë, kryeministri i vjetër, Pandeli Evangjeli, kishte dhënë dorëheqje nën presion, dhe askush nuk e dinte ende arsyen e vërtetë. Por Hasan Prishtina dyshonte se kishte një lidhje midis dorëheqjes së shpejtë dhe atyre dosjeve sekrete që tani ai mbante në duar. Të gjithë që punuan me Hasan Prishtinën në ato ditë, nga nesëria e dhjetorit deri në mesditën e 12 dhjetorit, tregojnë të njëjtën gjë, ai nuk flinte. Ai lexonte kontrata gjatë gjithë natës, me një fener gazi në tavolinë sepse energjia elektrike në godinën e qeverisë funksiononte vetëm disa orë në ditë. Në një nga ato net, ai thiri sekretin e brendshëm të qeverisë dhe i tha: "Më sill të gjitha letrat që kanë të bëjnë me kompanitë angleze dhe italiane që po kërkojnë koncesione për naftën." Kur i sollën letrat, ai filloi t'i lexonte me kujdes të madh, dhe me çdo faqe që kthente, fytyra e tij bëhej gjithnjë e më e ngrysur. Aty ishte e shkruar që kompania britanike Anglo-Persian Oil Company, që sot njihet me emrin BP, po negocionte për të marrë të drejtën ekskluzive për të shfrytëzuar naftën e zonave të Kuçovës, Patosit dhe Mallakastrit. Përqindja që do t'i mbetej shtetit shqiptar ishte aq e vogël sa mund të bëhej shaka me të. Në atë kohë, askush në Shqipëri nuk e dinte sa vlerë kishte nafta që flinte nën tokën e tyre, por Hasan Prishtina e dinte. Ai kishte studiuar në Stamboll dhe kishte lexuar për luftërat e naftës që po zhvilloheshin në lindjen e mesme, ku kompani të mëdha perëndimore po bënin miliona nga pasuria që më parë i përkiste popujve vendas. Ai e kuptoi menjëherë se nëse ai nënshkruante ato kontrata, Shqipëria do të bëhej një vend që shiste pasuritë e veta për një çmim qesharak, dhe pasardhësit do ta mallkonin atë për breza. Kështu që ai mori stilolapsin dhe shkroi me shkronja të mëdha në krye të kontratës: "Refuzohet." Kjo firmë, që ju desh vetëm 5 sekonda për të shkruar, ishte fillimi i fundit të tij. Por kontrata e naftës nuk ishte e vetmja. Kishte edhe dosje të tjera që flisnin për koncesionet e pyjeve të veriut që do t'u jepeshin kompanive jugoslave dhe italiane. Kishte edhe kontrata për minjera bakri dhe kromi që do të shfrytëzoheshin nga kompanitë e huaja pa ju lënë asnjë përfitim real shtetit shqiptar.
dhe kishte edhe më keq, marrëveshje që u jepnin tregtarëve italian monopolin e importit të drithërave, që do të thoshte se çdo shqiptar që donte të blinte bukë do të pagonte çmimin që vendosnin tregtarët e huaj, ndërsa tregtarët vendas do të falimentonin. Hasan Prishtina i lexoi të gjitha këto dosje dhe me çdo faqe që lexonte, ai e kuptoi gjithnjë e më mirë sepse qeveria e mëparshme kishte rënë aq shpejt. Sepse ata kishin filluar të negociojnë këto kontrata në fshehtësi dhe dikush i kishte zbuluar. Tani ai ishte duke bërë të njëjtën gabim, por në drejtim të kundërt, ai po i bllokonte kontratat dhe ata që do të përfitonin nga këto kontrata po fillonin të planifikojnë si ta hiqnin atë nga posti. Në një nga dosje, ai gjeti një letër të dërguar nga një kompani britanike tek ish kryeministri, ku shkruaj kështu: "Nëse qeveria juaj e aprovon këtë marrëveshje, ne jemi të gatshëm t'ju ofrojmë një kompensim personal prej 100.000 frangave ari." Kjo ishte një rishfet e hapur, e shkruar zyrtar në letër me vull. Hasan Prishtina e futi atë letër në një zarf dhe i tha sekretarit: "Ruaje këtë. Kjo është dëshmia që qeveritë e kaluara janë shitur." Ndërkohë, jashtë dyrëve të zyrës së tij, bota po lëvizte shpejt. Në atë kohë, Shqipëria sapo kishte marrë njohjen e kufive nga lidhja e kombeve, dhe kjo kishte qenë një fitore e madhe për të gjithë shqiptarët. Por ajo njohje kishte sjell edhe një vëmendje të re nga fuqitë e mëdha. Kompani të mëdha britanike, italiane dhe amerikane kishin filluar të dërgonin përfaqësues në Tiranë për të negociuar kontrata. Disa prej këtyre përfaqësuesve jetonin në hotelet më të shtrenjta të qytetit dhe darkoheshin me politikanët dhe tregtarët më të pasur të vendit. Hasan Prishtina kishte refuzuar të takohej me ta dhe kjo kishte krijuar tension. Një nga diplomatët britanik, Harry Ayres, kishte shkruar në një raport që ai dërgoi në Londër: "Kryeministri i ri është një njeri që nuk kupton realitetin ekonomik të vendit të tij. Ai mendon se mund të drejtojë Shqipërinë pa ndihmën tonë dhe kjo do ta çojë vendin në kaos." Ky raport, që u zbulua vite më vonë në arkivat britanike, tregon qartë se çfarë mendimi kishin fuqitë e mëdha për një kryeministër që nuk pranonte të shërbente atyre. Por Hasan Prishtina nuk e dinte se sa shpejt do të vinte hakmarrja e tyre. Ditën e 8 të dhjetorit, vetëm 24 orë pasi ai kishte marrë postin, Hasan Prishtina thiri në zyrë disa nga njerëzit më të besuar të tij. Ndërta ishte Luigi Gurakuqi, një intelektual nga veriu që njihej për ndershmërinë e tij, dhe Fannoli, një prif dhe politikan që kishte studiuar në Amerikë dhe njihte mirë sistemin politik perëndimor. Ata u ulën përreth një tavolinë të madhe dhe Prishtina i tregoi atyre dosjet që kishte gjetur. Kur Gurakuqi i lexoi kontratat e naftës, ai tundi kokën dhe tha: "Nëse ti nënshkruan këto kontrata, Shqipëria do të bëhet një koloni ekonomike për një shekull të tërë." Fannoli shtoi: "Por nëse nuk i nënshkruan, ata që kanë interes do të rrëzojnë brenda një jave." Hasan Prishtina i dëgjoi të dy, pastaj mori një vendim që do ta përcaktonte fatin e tij. Ai tha: "Atëherë le të më rrëzojnë. Por unë nuk do ta shes këtë vend." Në atë dhomë, në atë moment, u mor vendimi që do të çonte në rrëzimin e qeverisë më të shkurtër në historinë e Shqipërisë. Sepse në të njëjtën kohë që Hasan Prishtina po fliste me ministrat e tij, lajmi se ai kishte bllokuar kontratat kishte arritur tashmë deri te ata që kishin interesa në ato kontrata. Dhe ata nuk ishin vetëm kompanitë e huaja. Ishin edhe politikanë shqiptar, tregtar të mëdhenj, pronar tokash që shihnin te këto kontrata një mundësi për t'u pasuruar. Ata filluan të planifikonin menjëherë. Një nga këta njerëz ishte Shefqet Vërlaci, njeriu më i pasur në Shqipëri në atë kohë. Ai zotëronte mijëra hektar tokë, kishte ndikimin e tij në qeveri dhe kishte interesa personale në disa prej koncesioneve që Hasan Prishtina sapo kishte bllokuar. Kur Vërlaci mori vesh se kontrata e pyjeve të veriut ishte pezulluar, ai thiri një mbledhje urgjente me disa prej politikanëve më me ndikim. Në atë mbledhje, sipas kujtimeve të disa prej pjesëmarrësve, ai tha: "Prishtina duhet të largohet. Nëse ai mbetet kryeministër, ne të gjithë do të humbim." Kjo mbledhje u mbajt në një vilë private jashtë Tiranës, larg syve të kuriozëve. Aty ishin edhe të dërguar të fshehur nga kompanitë e huaja, që premtonin mbështetje financiare për çdo përpjekje që do të rrëzonte qeverinë e Prishtinës. Një diplomat italian, në një letër që u gjet më vonë, shkruante: "Ne jemi të gatshëm të ofrojmë çdo lloj ndihme për të siguruar që kontrata e naftës të nënshkruhet nga një qeveri më bashkëpunuese." Kjo ishte gjuha e diplomacisë, por kuptimi ishte i qartë: ata po financonin një përpjekje për ta rrëzuar Hasan Prishtinën.
Në këto rrethana, në sken hyri një emër që do të përcaktonte historinë e Shqipërisë për dekadat që do të vinin, Ahmet Zogu. Ai ishte një njeri i ri, i zgjuar, ambicios, që kishte kontrolluar Ministrinë e Brendshme dhe forcën e Gjandarmerisë. Ai kishte marrëdhënie të mira me disa nga bejlerët më me ndikim dhe kishte një cilësi që Hasan Prishtinës i mungonte. Ai ishte pragmatik. Ai e dinte se për të qeverisur Shqipërinë nuk mjaftonte të kishe ide të mira. Duhej të kishe aleancë me fuqitë e huaja dhe duhej të bëje kompromise. Kur Ahmet Zogu mori vesh se Hasan Prishtina kishte bllokuar kontratat që shumë njerëz të fuqishëm i donin të nënshkruara, ai kuptoi se kjo ishte shansi i tij. Ai filloi të takohej në fshehtësi me diplomat, me tregtar, me ushtarak. Të gjithëve u premtonte të njëjtën gjë: nëse më mbështesni, unë do të sjell stabilitet. Dhe stabilitet do të thotë që kontratat tuaja do të nënshkruhen. Për një njeri që kishte dalë nga një krahinë e varfër e veriut dhe donte të bëhej lideri i vendit, kjo ishte strategjia e tij. Dhe ajo funksionoi. Ditën e 10 të dhjetorit, vetëm 3 ditë pasi Hasan Prishtina kishte filluar të studionte dosjet, lajmet arritën në Tiranë se Ahmet Zogu po grumbullonte forcat e tij në matburat e armatosur po mblidheshin, dhe po përgatiteshin për të marshuar drejt kryeqytetit. Në fillim, askush nuk e mori seriozisht. Por kur u zbulua se Zogu kishte marrë para nga disa prej bejlerëve më të pasur dhe se kishte premtime mbështetjeje nga diplomatë të huaj, situata ndryshoi. Hasan Prishtina thiri ministrin e tij të mbrojtjes dhe e pyeti: sa trupa kemi në dispozicion për të mbrojtur Tiranën? Përgjigjja ishte shkatëruese: Gjandarmeria është në kontroll të Zogut. Ushtria është e papaguar prej muajsh dhe shumica e ushtarëve janë nga krahinat që i përkasin aleatëve të Zogut. Me fjalë të tjera, Hasan Prishtina nuk kishte asnjë forcë ushtarake për të mbrojtur. Ai kishte vetëm pushtetin formal, por realiteti ishte se Ahmet Zogu kontrollonte burrat me armë. Kjo ishte një nga mësimet më të hidhura të politikës shqiptare: pa mbështetje ushtarake, asnjë ide nuk mund të mbetej në pushtet. Ndërsa forcat e Zogut po afroheshin nga veriu, Hasan Prishtina u përball me një pyetje të rëndë. Ai kishte mundësinë të thirrej populli, të mobilizoheshin qytetarët për ta mbrojtur qeverinë e tij. Kishte mbështetës që ishin të gatshëm të merrnin armët. Por ai e dinte se kjo do të thoshte një luftë civile. Shqiptar do të vrisnin shqiptar për karrigen e kryeministrit. Dhe gjaku që do të derdhej do të ishte në ndërgjegjen e tij. Kjo ishte dilema e tij më e madhe: a duhej të luftonte për parime, edhe nëse kjo do të thoshte të sakrifikonte jetët e qindra njerëzve, apo duhej të largohej për të shpëtuar jetë? Në mbrëmjen e 11 të dhjetorit, ai mblodhi ministrat e tij dhe u tha: unë nuk do të lejoj që shqiptarët të vriten për mua. Nëse Zogu dëshiron pushtetin, le ta marrë. Por historia do të gjykojë se kush ishte i ndershëm dhe kush ushi. Ky ishte momenti kur ai vendosi të jepte dorëheqjen. Por përpara se ta bënte, ai donte të linte diçka pas. Ai thiri një noter dhe e urdhëroi që të regjistroheshin zyrtarisht të gjitha vendimet që ai kishte marrë gjatë 5 ditëve në pushtet. Vendimi për të bllokuar kontratat e naftës. Vendimi për të refuzuar monopolet e tregtisë. Vendimi për të mos shitur pyjet e Shqipërisë. Të gjitha këto vendime u regjistruan në një dokument zyrtar që u depozitua në arkivat e shtetit. Ai donte që në të ardhmen, kur njerëzit do të pyesnin pse ai qëndroi vetëm 5 ditë në pushtet, të ekzistonte një dëshmi e shkruar se ai kishte refuzuar të korruptohej. Dhe pastaj, në mëngjesin e 12 të dhjetorit, ai dha dorëheqjen. Ahmet Zogu hyri në Tiranë pa qelluar asnjë plumb. Ai u prit si shpëtimtar nga ata që kishin interesa ekonomike dhe si tradhtar nga ata që besonin se Shqipëria kishte humbur shansin e saj për një qeverisje të ndershme. Por pyetja që shumë njerëz ende e bëjnë është kjo: çfarë do të kishte ndodhur nëse Hasan Prishtina kishte qëndruar? A do ta kishte ndryshuar historinë e Shqipërisë? Apo thjesht do të kishte derdhur gjak pa arritur asgjë? Një gjë është e sigurt: vendimet që Hasan Prishtina mori gjatë atyre 5 ditëve nuk u harruan. Dekada më vonë, kur regjimi komunist po shkruante historinë e vendit, Hasan Prishtina u cilësua si një hero që kishte luftuar kundër korporatave të huaja dhe klasës së pasur vendase. Por edhe kjo narrativ e heshte diçka të rëndësishme: faktin se vendimet e Prishtinës kishin penguar jo vetëm koncesionet korruptive, por edhe investimet që do t'i kishin dhënë Shqipërisë mundësinë të zhvillohej ekonomikisht. Kjo është kompleksiteti i historisë: ndonjëherë refuzimi për të korruptuar mund të thoshte edhe refuzim për të marrë ndihmë.
por a meriton një vend të zhvillohet duke shitur pasurinë e tij për një çmim qesharak? Kjo është pyetja që e përcaktoi karrierën e Hasan Prishtinës dhe që vazhdon të jetë aktuale edhe sot. Në 11 dhjetor të vitit 1921, ndërsa forcat e Ahmet Zogut po rrethonin Tiranën si një unas hekuri që po mbyllej ngadalë, një grua në moshë hyri në godinën e qeverisë duke mbajtur në duar një letër të palosur. Ajo ishte motra e një xhandarmi që kishte shërbyer pranë Hasan Prishtinës, dhe letra që ajo solli ishte e shkruar nga vëllai i saj disa orë më parë, përpara se ai të largohej me forcën që po marshonte nga veriu. Në atë letër, xhandarmi kishte shkruar këto fjalë që dridhnin: "Motër, unë po shkruaj këtë sepse nuk di nëse do të kthehem gjallë. Ata na kanë premtuar para nëse marshojmë me Zogun, por unë di se këto para vijnë nga ata që duan të vjedhin naftën e Shqipërisë. Kryeministri ynë po refuzon t'u jap atë që kërkojnë dhe për këtë arsye duhet të largohet. Por unë nuk dua të jem pjesë e kësaj tradhtie. Nëse ndodh diçka, thuaj botës se ne e dinim të vërtetën." Kur Hasan Prishtina e lexoi këtë letër, ai e mbajti në duar për një kohë të gjatë pa thënë asnjë fjalë. Pastaj e dorëzoi te sekretari i tij dhe i tha: "Ruaje këtë. Njerëzit duhet të dinë se edhe ata që po marshojnë kundër meje e dinë se çfarë po ndodh në të vërtetë. Por pyetja që ngrihet është kjo: sa prej atyre burrave me armë e dinin vërtet se për çfarë po luftonin? Sa prej tyre kishin dëgjuar ndonjëherë për kontratat e naftës, për koncesionet e pyjeve, për paratë që po ndaheshin në dhoma të mbyllura midis diplomatëve të huaj dhe tregtarëve vendas? Dhe sa prej tyre do të kishin marshuar po të dinin se po shërbenin jo për Shqipërinë, por për interesat e kompanive që dëshironin ta bënin vendin e tyre një burim të lirë lëndë të parë? Ndërsa qyteti po përgatitej për atë që dukej si një përplasje e pashmangshme, brenda zyrave të qeverisë po zhvillohej një dramë tjetër, më njerëzore dhe më e dhimbshme. Hasan Prishtina kishte formuar një kabinet me njerëz që ai i besonte plotësisht: Luiq Gurakuqi, që kishte sakrifikuar karrierën e tij mësimore për të shërbyer për kombin, Fan Noli, që kishte lënë jetën e rehatshme në Amerikë për t'u kthyer dhe ndihmuar në ndërtimin e shtetit, dhe Hoxh Kadriu, një klerik musliman që kishte dalë kundër korrupsionit që shite në qarqet fetare. Të gjithë këta njerëz e dinin se qeveria e tyre nuk do të mbijetonte, por asnjëri nuk donte të ishte ai që do të pranonte të dorëzohej. Në mbrëmjen e 11, ata u mblodhen në zyrën e kryeministrit dhe diskutuan çfarë duhej bërë. Luiq Gurakuqi tha: "Ne mund të bëjmë thirrje për popullin. Ka mira njerëz që do të ngriheshin për të mbrojtur këtë qeveri, sepse ata e dinë se ti nuk je si të tjerët." Por Hasan Prishtina e ndërpreu dhe i tha: "Po nëse ata ngrihen, do të fillojë një luftë. Djemtë do të vriten në rrugët e Tiranës. Familjet do të mprenin djem e burra për një karrige. Dhe në fund, edhe sikur të fitojmë, çfarë do të kemi fituar? Një vend të gjakosur, ku gjysma e popullsisë do të urrejë gjysmën tjetër." Fan Noli, që kishte parë luftëra civile në vende të tjera, e dinte se Prishtina kishte të drejtë. Ai shtoi: "Por nëse ti dorëhiqesh, ata që vijnë pas do të nënshkruajnë çdo gjë që ti refuse. Dhe Shqipëria do të bëhet ajo që ti doje të pengoje, një vend i shitur." Hasan Prishtina nuk tha asgjë për një kohë të gjatë. Ai shikoi nga dritarja dhe pa rrugët e errëta të Tiranës, ku disa ndriçues gazi po ndizeshin nga njerëzit që kujdeseshin për to, dhe pastaj tha: "Atëherë le të bëhet. Por jo me gjakun e shqiptarëve në duart e mia." Por çfarë po ndodhte në të njëjtën kohë në anën tjetër të qytetit, ku Ahmet Zogu po merrte vendime që do të përcaktonin fatin e vendit për dekada? Sipas kujtimeve të disa prej njerëzve që ishin pranë tij, Zogu nuk ishte fare i sigurt se do të fitonte. Ai e dinte se Hasan Prishtina kishte mbështetjen e intelektualëve, të patriotëve, të njerëzve që besonin se shteti duhej të qeverisej me ndershmëri. Por ai e dinte edhe diçka tjetër, se në politik, idealistët humbnin shpesh sepse nuk dinin të përdornin forcën. Kështu që ai thiri udhëheqësit e forcave të tij dhe u tha: "Unë nuk dua gjakderdhje. Unë dua vetëm që Prishtina të largohë. Nëse ai jep dorëheqjen, ne hymë në Tiranë si miq, jo si pushtues." Kjo ishte strategjia e tij, të bënte presion aq të madh sa që Prishtina të detyrohej të largohej vullnetarisht, pa u dashur të qellohej asnjë plumb. Dhe strategjia funksionoi. Sepse Hasan Prishtina ishte saktësisht lloji i njeriut që do të sakrifikonte veten për të shpëtuar të tjerët. Në këtë pikë, pyetja që duhet bërë është: a ishte Ahmet Zogu një strateg i mençur që e kuptoi karakterin e kundërshtarit të tij, apo ishte thjesht një oportunist që shfrytëzoi dobësinë morale të një njeriu të ndershëm?
Historianët ende debatojnë, por një gjë është e qartë, ditën e 12 të dhjetorit, kur Hasan Prishtina dha dorëheqjen, Ahmet Zogu nuk fitoi sepse ishte më i fortë ushtarakisht, por sepse ishte më pragmatik psikologjikisht. Në orët e para të mëngjesit të 12 dhjetorit, ndërsa dielli po ngrihej mbi një Tiranë të heshtur dhe të frikësuar, Hasan Prishtina shkroi dorëheqjen e tij me dorë. Letra ishte e shkurtër dhe e thjeshtë, për të shmangur përplasje të brendshme dhe për të ruajtur paqen midis shqiptarëve, unë dorëzohem nga detyra e kryeministrit. Mendoj se kjo është rruga më e mirë për vendin. Ai e nënshkroi letrën, e vuri vulën e qeverisë dhe pastaj e la mbi tavolinë. Sekretari i tij, që kishte qëndruar me të gjatë gjithë natës, e pyeti: "Çfarë do të bëni tani?" Hasan Prishtina ju përgjigj: "Do të shkoj në shtëpi dhe do të presim të shohim se çfarë do të bëjë historia me këtë vend." Por përpara se të largohej nga zyra, ai bëri një gjë të fundit. Ai thiri një gazetar të besueshëm dhe i dha një kopje të dokumenteve që tregonin cilat kontrata ai kishte bllokuar dhe pse. Ai i tha gazetarit: "Publikoj këto kur të jetë e sigurt. Njerëzit duhet të dinë se pse unë u largova. Jo sepse isha i dobët, por sepse nuk desha të bëhem pjesë e një vjedhjeje." Gazetari e mori dosjen, e fsheu nën pallton e tij dhe doli nga zyra pa u vënë re nga rojet që tashmë ishin zëvendësuar nga burra besnik të Zogut. Këto dokumente u publikuan shumë vite më vonë, kur disa prej atyre që kishin qenë të përfshirë në këtë histori kishin vdekur tashmë. Por në atë moment, ato ishin e vetmja provë që mbetej se Hasan Prishtina kishte thënë të vërtetën. Disa orë pas dorëheqjes së Prishtinës, Ahmet Zogu hyri në Tiranë me një kolona ushtarësh që marshonin në rregull të plotë. Nuk pati asnjë të shtënë. Nuk pati asnjë rezistencë. Qyteti e priti atë me një heshtje të rëndë, atë lloj heshtjeje që vjen kur njerëzit nuk janë të sigurt nëse duhet të gëzohen apo të pikëllohen. Zogu shkoi direkt në godinën e qeverisë, u ul në të njëjtën karrige ku kishte qëndruar Hasan Prishtina dhe thiri ministrat e tij të rinj. Njëri nga veprimet e para që ai bëri ishte të hapte përsëri dosjet e koncesioneve që Prishtina i kishte mbyllur. Ai thiri përfaqësuesit e kompanive të huaja dhe u tha: "Qeveria ime është e gatshme të bashkëpunojë. Ne duam investime dhe ne kuptojmë se për investime duhet të jepen garanci." Kjo ishte gjuha e re e qeverisjes, jo më refuzim i plot, por bashkëpunim që në praktik do të thoshte t'u jepeshin kompanive çfarëdo që kërkonin. Dhe saktësisht kështu ndodhi. Brenda pak muajsh, kontrata e naftës që Hasan Prishtina e kishte refuzuar u nënshkrua me Anglo-Persian Oil Company. Brenda një viti, koncesionet e pyjeve u dhan kompanive italiane. Dhe brenda 2 vjetësh, Shqipëria kishte hyrë në një marrëdhënie varësie ekonomike me fuqitë e mëdha që do të zgjaste për dekada. Çfarë kishte ndryshuar? Asgjë, përveç faktit se tani në krye të qeverisë ishte një njeri që ishte i gatshëm të pranonte çmimin që vinte me pushtetin. Por historia nuk mbarohet me fitoren e Ahmet Zogut. Sepse pyetja që duhet bërë tani është kjo: çfarë ndodhi me Hasan Prishtinën pas dorëheqjes? A u tërhoq ai nga politika dhe jetoi një jetë të qetë? Apo vazhdoi të luftonte për ato që besonte? Përgjigjja është se ai nuk pushoi kurrë. Edhe pasi u largua nga posti i kryeministrit, ai vazhdoi të ishte një zë kritik ndaj qeverisë së Zogut. Ai shkruante artikuj, mbante fjalime, takohej me grupe opozitare. Dhe për këtë arsye, ai u bë një kërcënim për regjimin e ri. Në vitet që erdhën, Hasan Prishtina jetoi në një gjendje të përhershme rreziku. Ai dinte se kishte armiq që do të donin ta hiqnin qafe, por ai vazhdoi ta thoshte të vërtetën. Në fund, ai u vra në Selanik në vitin 1923, në rrethana që asnjëherë nuk u sqaruan plotësisht. Disa thanë se ishte një vrasje politike e urdhëruar nga Beogradi, sepse ai ishte lideri i lëvizjes për çlirimin e Kosovës. Të tjerë thanë se ishte një hakmarrje e organizuar nga ata që ai kishte penguar të pasuronin nga kontratat. Por çfarëdo që ishte arsyeja, një gjë ishte e qartë: Hasan Prishtina vdiq për shkak të vendimeve që kishte marrë në ato 5 ditë kur ishte kryeministër. Vdiq sepse kishte refuzuar të shes vendin e tij. Sot, kur shikojmë prapa në atë periudhë, ne mund të pyesim veten: a ja vlen të jesh i ndershëm në politikë nëse ajo ndershmëri të kushton karrierën, sigurinë, madje edhe jetën? Hasan Prishtina besonte se po. Ai besonte se një vend nuk mund të ndërtohet mbi gënjeshtra, mbi kontrata sekrete, mbi rishfete. Ai besonte se në fund, historia do të kujtonte jo sa kohë dikush qëndroi në pushtet, por çfarë bëri me atë pushtet.
Dhe në këtë, ai kishte të drejtë. Sepse sot, një shekull më vonë, ne ende flasim për Hasan Prishtinën si për një hero, ndërsa për shumë prej atyre që e rrëzuan dhe që u pasuruan nga kontratat që ai refuzoi, askush nuk kujton asnjë gjë të mirë. Por kjo nuk e bën historinë më pak tragjike. Sepse në atë moment, në dhjetor të vitit 1921, një vend i vogël që sapo kishte fituar pavarësinë kishte shansin të zgjidhte një rrugë të ndershme. Dhe kjo mundësi u shty për dekada, sepse njerëzit që donin ta shisnin vendin ishin më të organizuar, më të armatosur dhe më të gatshëm të përdornin dhunën se sa ata që donin ta ndërtonin atë me dinjitet. Pra, kur mendoni për 5 ditët e Hasan Prishtinës në pushtet, mos i mendoni si një dështim politik. Mendojini si një provë se edhe në momentet më të errëta, ka njerëz që zgjedhin të mos korruptohen. Por mendoni edhe për çmimin që ata paguajnë. Mendoni për xhandarmët që marshuan kundër tij edhe pse e dinin se ai kishte të drejtë. Mendoni për ministrat që dhanë dorëheqje së bashku me të, duke ditur se karriera e tyre ishte përfunduar. Mendoni për gazetarin që fsheu dosjet në pallto, duke rrezikuar jetën për të mbrojtur të vërtetën. Të gjithë këta njerëz paguan një çmim për nder. Dhe pyetja që duhet të bëjmë vetes sot është, a do ta paguanim ne po të ishim në vendin e tyre? Apo do të zgjidhnim rrugën më të lehtë, atë të kompromisit, atë që sot quhet realizëm politik, por që në fakt është vetëm një emër tjetër për kapitulli morale? Kjo është mësimi i vërtet i 5 ditëve të Hasan Prishtinës, se ndonjëherë dështimi më fisnik ia vlen më shumë se suksesi më i ndyr. Skenari, pjesa 3, kapitulli 7-9. Në arkivat e Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë, të fshehura në një dollap të vjetër me 2 kyçe që askush nuk i kishte hapur për 20 vjet, u gjetën në vitin 1941 dokumente që tregonin një të vërtetë shkatërruese. Ato ishin regjistra mjekësore të Hasan Prishtinës nga vitet 1920 deri në 1923, të shkruara me dorën e mjekut të tij personal, Dr. Sulejman Starova. Në këto fletë, me shkrim të imët dhe të kujdesshëm, mjeku kishte shënuar diçka që askush nuk e kishte ditur. Hasan Prishtina vuante nga një sëmundje të rëndë zemre që po përkeqësohej me shpejtësi alarmante. Në një shënim të datës 5 dhjetor 1921, 2 ditë përpara se ai të bëhej kryeministër, mjeku kishte shkruar: pacienti ka dhimbje të forta në gjoks. Pulsi është i parregull. I kam këshilluar pushim të plot, por ai insiston të vazhdoj me aktivitetet politike. Kam frikë se nëse stresi vazhdon, zemra e tij nuk do ta duroj. Kur këto dokumente u zbuluan, pyetja që u ngrit ishte kjo: a e dinte Hasan Prishtina se po vdiste? Dhe nëse e dinte, pse pranoi të merrte një pozitë që do ta vinte në një presion që mund ta vriste? Përgjigjja është shkatërruese në thjeshtësinë e saj: ai e dinte. Por ai besonte se kishte ende kohë për të bërë një gjë të fundit për vendin që e kishte konsumuar gjithë jetën e tij. Ai mendonte se 5 ditë mund të ishin të mjaftueshme për të bllokuar kontratat që do ta shisnin Shqipërinë për një shekull. Por ajo që ai nuk e dinte ishte se edhe 5 ditë ishin shumë për një zemër që kishte filluar të thyej. Gjatë atyre 5 ditëve, njerëzit që punuan pranë tij tregojnë se ai nuk hante pothuajse fare. Ai pinte vetëm çaj të fortë dhe punonte nga mëngjesi deri në orët e vona të natës, duke lexuar dosje pas dosjeje. Sekretari i tij personale, një burr i ri nga Elbasani që më vonë do të emigronte në Egjipt, mbante një ditar ku shënonte çdo ditë çfarë ndodhte në zyrën e kryeministrit. Në datën 9 dhjetor, ai shkruante: sot kryeministri u zgjua në orën 5 të mëngjesit. Kur erdha në zyrë në orën 7, ai tashmë ishte atje, duke lexuar një kontratë të gjatë në anglisht. Fytyra e tij ishte e zbetë dhe shikoi se duart i dridheshin ndërsa mbante letrat. I thash se duhej të pushonte, por ai më shikoi dhe më tha: si mund të pushoj kur po lexoj si ata duan të na vjedhin gjithçka. Pastaj vazhdoi të lexonte. Ky detaj, i shkruar në një ditar që nuk ishte menduar kurrë për t'u botuar, tregon diçka që historianët shpesh e harrojnë: kostoja fizike të pushtetit për njerëzit që e marrin seriozisht. Hasan Prishtina nuk ishte duke u shkatëruar nga armiqtë e tij politik. Ai po shkatërohej nga trupi i tij, që nuk mund të duronte peshën e përgjegjësisë që ai kishte vendosur mbi vete. Por çfarë ishte saktësisht në ato dosje që e bëri atë të pushonte, të flinte, të hante, të kujdesej për veten? Një nga dokumentet më të rëndësishme që ai gjeti ishte një shkëmbim letrash midis ish kryeministrit Pandeli Evangjeli dhe një përfaqësuesi të kompanisë Standard Oil, që ishte një nga kompanitë më të mëdha amerikane të asaj kohe.
Në një letër të datës 25 nëntor 1921, vetëm 12 ditë përpara se Hasan Prishtina të merrte postin, përfaqësuesi i Standard Oil shkruante: "Ne jemi të kënaqur me progresin e negociatave. Qeveria juaj ka pranuar të na japë të drejta ekskluzive për kërkimin dhe nxjerrjen e naftës në zonën e Vlorës për një periudhë prej 50 vjetësh. Si shpërblim për këtë, ne do t'i ofrojmë qeverisë suaj një pagesë paraprake prej $100.000 amerikan, plus 1% prej 3% nga fitimet vjetore. Ne besojmë se kjo është një marrëveshje e drejtë për të dy palët." Kur Hasan Prishtina e lexoi këtë, ai nxori një laps të kuq dhe shënoi në buzë të letrës: 3% për 50 vjet. Kjo është vjedhje, jo marrëveshje. Ai thirr menjëherë një ekspert ekonomik që njihte dhe i tha: "Llogarit sa do të vlente nafta e Vlorës nëse ne e menaxhonim vetë për 50 vjet dhe më thuaj çfarë përqindje 3% do të thoshte në shifra reale." Eksperti u kthye pas disa orësh me një përllogaritje që e trondit Hasan Prishtinën: "Nëse nafta e Vlorës zhvillohej siç pritej, 3% do të thoshte se Shqipëria do të merrte rreth $1 milion në total, ndërsa kompania do të merrte rreth $33 milion. Me fjalë të tjera, për çdo dollar që do të merrte Shqipëria, kompania do të merrte 33. Kur Hasan Prishtina pa këto shifra, ai mbajti kokën me duar për një kohë të gjatë pa thënë asgjë. Pastaj ngreu kokën dhe tha: "Ata po na trajtojnë si një koloni. Ata mendojnë se sepse jemi një vend i vogël, ne nuk kuptojmë matematikën. Por unë kuptoj. Dhe unë nuk do ta firmos kur këtë." Ai mori kontratën dhe shkroi mbi të me shkronja të mëdha të kuqe: "Refuzohet përgjithmonë." Pastaj thiri ministrin e financave dhe i tha: "Dërgoju një letër Standard Oilit, thuaju se qeveria shqiptare është e interesuar për bashkëpunim, por jo për shfrytëzim. Nëse ata duan naftën tonë, le të vinë me një ofertë që të paktën të respektojë inteligjencën tonë." Letra u dërgua, por Standard Oil kur nuk u përgjigj. Sepse ata nuk ishin të interesuar për një marrëveshje të drejtë. Ata ishin të interesuar për një qeveri që do të pranonte çdo gjë që u ofrohej, dhe Hasan Prishtina nuk ishte ajo qeveri. Por kontrata e naftës nuk ishte e vetmja që e shqetësonte. Kishte edhe diçka më të errët që ai zbuloi në dosjet sekrete: një plan për t'i dhënë një kompanie italiane të drejtën për të prerë të gjitha pyjet e Shqipërisë së Veriut për një periudhë prej 20 vjetësh. Në këmbim, kompania do t'i paguante shtetit shqiptar një shumë fikse vjetore prej 50.000 lirash ari. Hasan Prishtina kërkoi një raport nga Ministria e Bujqësisë për të kuptuar se sa vlente druri që do të pritej në 20 vjet. Raporti që erdhi ishte tronditës: vlera e drurit ishte rreth 5 milion lira ari, që do të thoshte se kompania do të paguante vetëm 1% të vlerës reale. Por ishte edhe më keq se kaq, sepse prerja e pyjeve do të shkaktonte erozioni i tokës, përmbytje në zonat e ulta dhe shkatërimi i mjedisit që do të ndikonte brezat e ardhshëm. Hasan Prishtina lexoi raportin dhe pastaj thiri ministrin e Bujqësisë dhe i tha: "Kush e nënshkroi këtë marrëveshje?" Ministri, që ishte emëruar vetëm disa ditë më parë, u përgjigj: "Kjo ishte nënshkruar nga qeveria e mëparshme." Ata thanë se vendi kishte nevojë urgjente përpara dhe kjo ishte mënyra më e shpejtë. Hasan Prishtina e goditi tavolinën me grusht dhe tha: "Mënyra më e shpejtë për të shkatëruar vendin. Kjo kontratë anulohet menjëherë. Dhe nëse dikush pyet pse, thuaj se një qeveri e ndershme nuk shkatëron pasuritë e brezave të ardhshëm për të mbuluar borxhet e brezit të sotëm." Ndërsa këto vendime po merreshin brenda zyrës së kryeministrit, jashtë po zhvillohej një tjetër dramë që kishte të bënte me njerëzit që ishin duke humbur para për shkak të refuzimeve të Hasan Prishtinës. Një nga këta njerëz ishte Shefqet Vërlaci dhe një tjetër ishte Ahmet Zogu. Por kishte edhe të tjerë, njerëz që emrat e tyre nuk shfaqen në librat e historisë, por që kishin rol vendimtar në rrëzimin e Prishtinës. Një nga këta ishte një tregtar italian që jetonte në Durrës dhe që kishte lidhje të forta me qeverinë italiane. Ai njihej me emrin Antonio Baldini dhe ai kishte investuar shumë para në planet për të marrë koncesionin e pyjeve. Kur ai mori vesh se Hasan Prishtina kishte bllokuar kontratën, ai shkroi një letër urgjente në Rom ku shpjegonte situatën. Në atë letër, që u zbulua në arkivat italiane në vitet 1960, ai shkruante: "Kryeministri i ri është një fanatik kombëtar që nuk kupton se Shqipëria nuk mund të mbijetojë pa investime të huaja. Ai po bllokoi të gjitha kontratat tona dhe po krijoi një situatë të rrezikshme. Ne duhet të veprojmë shpejt për ta zëvendësuar me dikë më të arsyeshëm."
Unë sugjeroj që qeveria italiane të mbështesë Ahmet Zogun, i cili është i hapur për bashkëpunim. Kjo letër është një dëshmi e qartë se rrëzimi i Hasan Prishtinës nuk ishte vetëm një çështje e brendshme shqiptare. Ishte një operacion i koordinuar midis interesave vendase dhe të huaja që pante ai një pengesë për fitimet e tyre. Por nëse ata që donin ta rrëzonin Hasan Prishtinën ishin aq të fuqishëm, pse ata pritën 5 ditë? Pse nuk vepruan që në ditën e parë? Përgjigjja është se ata kishin nevojë për kohë për të organizuar forcat. Ahmet Zogu nuk mund të marshonte drejt Tiranës pa u siguruar më parë se kishte mbështetje nga bejlerët, nga diplomatët dhe nga kompanitë që do të financonin operacionin. Dhe kjo kërkonte ditë, takime sekrete, premtime që u bën në dhoma të mbyllura ku askush nuk shkruante asgjë. Një nga këto takime u mbajt në natën e 8 dhjetorit në një vil jashtë Tiranës që i përkiste një tregtari të pasur që kishte lidhje me të gjitha palët. Aty u mblodhen Ahmet Zogu, Shefqet Vërlaci, Antonio Baldini dhe një diplomat britanik që kishte ardhur nga Durrësi. Sipas një raporti të shkruar nga një shërbëtor që dëgjoi bisedën nga dhoma ngjitur, Ahmet Zogu tha: "Unë jam i gatshëm të marr përsipër detyrën e largimit të Prishtinës, por kam nevojë për garanci. Kur të jem në pushtet, a do të mbështesni qeverinë time?" Diplomati britanik u përgjigj: "Nëse ju garantoni se kontratat që Prishtina ka bllokuar do të riaktivizohen, ne do të jemi miq të ngushtë të qeverisë suaj." Shefqet Vërlaci shtoi: "Dhe unë do t'ju jap mbështetje financiare për të paguar trupat që do të marshojnë." Kështu u mblodh koalicioni që do ta rrëzonte qeverinë më të shkurtër në historinë e Shqipërisë. Ndërsa kjo po ndodhte, Hasan Prishtina, i lodhur dhe i sëmur, po përpiqej të organizonte një mbrojtje. Por çdo njeri që ai pyeste për mbështetje, i jepte të njëjtën përgjigje: "Ne ju respektojmë, por nuk mund të luftojmë kundër forcave të Zogut." Disa nga ta i thanë të vërtetën: "Ne kemi familje. Nëse ju mbështesim dhe humbisni, ata do të na vrasin." Të tjerë gënjenin dhe thonin: "Ne jemi me ju, por duhet të presim momentin e duhur." Por në fakt, askush nuk ishte i gatshëm të vdiste për një kryeministër që kishte qëndruar në pushtet vetëm 5 ditë. Kjo ishte realiteti brutal i politikës, njerëzit mbështesin atë që mendon se do të fitoj, jo atë që ka të drejtë. Dhe në dhjetor të vitit 1921, askush nuk mendonte se Hasan Prishtina do të fitonte. Ai kishte idealet, kishte ndershmërinë, kishte mbështetjen morale të intelektualëve. Por nuk kishte ushtar, nuk kishte para dhe nuk kishte kohë. Zemra e tij po dështonte dhe vendi i tij po shitej. Dhe ai nuk kishte forcë për t'i ndaluar të dyja. Në mbrëmjen e 11 dhjetorit, kur lajmi arriti se forcat e Zogut ishin vetëm disa orë larg Tiranës, Hasan Prishtina thiri një mbledhje të fundit me ministrat e tij. Ata që ishin aty tregojnë se ai duke i shkatëruar fizikisht, por mendërisht ishte ende i qartë. Ai u tha: "Unë e di se çfarë do të ndodhë. Ata do të hyjnë në Tiranë, do të marrin pushtetin dhe do të nënshkruajnë të gjitha kontratat që unë i kam refuzuar. Dhe brenda pak vjetësh, Shqipëria do të bëhet ajo që unë luftova që të mos bëhej, një vend i varur nga ata që na shohin si një burim lëndësh të para, jo si një kom me dinjitet." Luiz Gurakuqi e ndërpreu dhe tha: "Atëherë le të luftojmë. Le të thërrasim popullin. Le të rezistojmë." Por Hasan Prishtina tundi kokën dhe tha: "Dhe çfarë do të fitojmë? Edhe sikur të fitojmë betejën, ne do ta humbasim luftën. Sepse ne nuk kemi para për të paguar një ushtri. Ne nuk kemi mbështetje nga fuqitë e mëdha. Dhe mbi të gjitha, ne nuk kemi kohë. Zemra ime nuk do ta duroj një luftë." Ishte hera e parë që ai pranoi publikisht se ishte i sëmur. Dhoma u mbush me heshtje. Dhe në atë heshtje, të gjithë e kuptuan se vendimi tashmë ishte marrë. Por përpara se të largohej përfundimisht nga posti, Hasan Prishtina bëri një gjë që do ta bënte atë të pavdekshëm në kujtesën e atyre që vlerësojnë ndershmërinë mbi pushtetin. Ai thiri një noter dhe i kërkoi që të regjistrohej zyrtarisht një deklaratë që shpjegonte pse ai po jepte dorëheqje. Në atë deklaratë, ai shkruante: "Unë po largohem nga detyra e kryeministrit jo sepse kam frikë nga forcat ushtarake që po afrohen, por sepse nuk dua që shqiptarët të vriten për mua. Unë besoj se një kryeministër i vërtet është ai që di kur të largohet për të shpëtuar jetë, jo ai që mbetet për të mbrojtur karrierën e tij. Por dua që historia të di se unë po largohem me ndërgjegje të pastër. Gjatë 5 ditëve që kam qenë në detyrë, unë kam bllokuar kontrata që do ta shisnin Shqipërinë për një çmim qesharak.
Kam refuzuar rishfete që do të më bënin të pasur. Dhe kam zgjedhur të jem i varfër por i ndershëm, se sa i pasur por i korruptuar. Ata që do të vinë pas meje do të gjykojnë nëse kjo ishte zgjedhja e duhur. Por unë nuk kam asnjë pendim. Kjo deklarat u vullosur dhe u depozitua në arkivat e shtetit. Dhe edhe sot, një shekull më vonë, ajo qëndron si dëshmi e vetme që një njeri i ndershëm ka mundësi të ekzistojë në botën e politikës, edhe nëse ai ekziston vetëm për 5 ditë. Kur Ahmet Zogu hyri në Tiranë ditën tjetër, ai gjeti një qytet të heshtur dhe një popull të hutuar. Njerëzit nuk e donin Zogun, por as nuk ishin të gatshëm të luftonin për Prishtinën. Ata thjesht prisnin të shihnin çfarë do të ndodhte tani. Dhe ajo që ndodhi ishte saktësisht ajo që Hasan Prishtina kishte parashikuar. Brenda pak muajsh, të gjitha kontratat që ai kishte bllokuar u riaktivizuan. Nafta e Shqipërisë ju dha kompanive të huaja për 1% qesharake. Pyjet e veriut u prend derisa mbetën kodra të zhveshura që shkaktonin përmbytje çdo pranverë. Miniera e bakrit dhe kromit u shfrytëzuan nga kompani që i linin Shqipërisë vetëm mbeturinat. Dhe Ahmet Zogu, që kishte premtuar stabilitet, u bë njeriu më i pasur në vend, ndërsa populli vazhdon të jetonte në varfëri. Kjo ishte çmimi i refuzimit të Hasan Prishtinës për të pranuar kompromis, një vend i shitur për dekada. Por a ishte ai fajtor? Apo fajtor ishin ata që e rrëzuan atë? Historia ende debaton, por një gjë është e qartë, nëse Hasan Prishtina kishte mbetur në pushtet, Shqipëria do të kishte ndjekur një rrugë shumë të ndryshme. Ndoshta një rrugë më të vështirë në fillim, por një rrugë që do ta kishte mbajtur dinjitetin e vendit të pacënuar. Por kjo nuk ndodhi. Dhe sot ne jetojmë me pasojat e zgjedhjeve që u bën në dhjetor të vitit 1921, kur disa njerëz vendosën se fitimi i tyre personal ishte më i rëndësishëm se ardhmëria e një kombi të tërë. A mund të jetë ndonjëherë një mësim më i hidhur se ky? Në orët e para të mëngjesit të 12 dhjetorit të vitit 1921, kur qyteti ende flinte dhe rrugët e Tiranës ishin të mbushura me mjegull të ftohtë dimri, një burr me pallto ushtarake hyri në një shtëpi modeste në periferi të qytetit. Ai ishte një nga xhandarmët që kishte shërbyer nën komandën e Ahmet Zogut, por që kishte lindur në të njëjtën krahin ku kishte lindur edhe Hasan Prishtina. Ai solli me vete një zarf të mbyllur me dyllin e kuq, dhe kur e dorëzoi te pronari i shtëpisë, ai tha vetëm kaq: "Ky është mesazhi i fundit nga ata që duan të dinë të vërtetën." Brenda zarfit kishte një listë emrash. Emra të njerëzve që kishin marrë para nga kompanitë e huaja për të mbështetur rrëzimin e qeverisë së Prishtinës. Emra të diplomatëve që kishin premtuar mbështetje për Zogun. Emra të tregtarëve që kishin financuar marshimin e forcave nga mati. Lista ishte e shkruar me dorë të kujdesshme dhe në fund të saj kishte një shënim që thoshte: "Këta janë ata që e shitën Shqipërinë. Ruaje këtë dëshmi, sepse një ditë historia do të pyes." Burri që e mori zarfin e fsheu në ndyshemen e shtëpisë së tij dhe atje mbeti për 57 vjet, derisa një prej nipërve të tij e gjeti rastësisht kur po rindërtonte shtëpinë. Kur lista u publikua në vitet 1978, disa nga emrat ishin ende gjallë dhe ata mohuan çdo gjë. Por dëshmit e tjera që u gjetën në arkiva ndërkombëtare konfirmuan atë që lista pretendonte, se rrëzimi i Hasan Prishtinës nuk ishte një ngjarje spontane politike, por një operacion i planifikuar me kujdes nga njerëz që kishin interes të drejtpërdrejt financiar. Pyetja që mbetet edhe sot është kjo: sa prej atyre njerëzve e dinin vërtet se çfarë po bënin? Sa prej tyre e kuptonin se po shkonin kundër interesit kombëtar? Apo të gjithë thjesht mendonin se po mbronin interesin e tyre personal, pa e kuptuar se po kontribuonin në një tragjedi që do të ndikonte breza të tërë? Në të njëjtën mëngjes, Hasan Prishtina zgjua në shtëpinë e tij dhe nuk shkoi në zyrën e qeverisë. Ai e dinte se ora e tij kishte mbaruar. Ai u ul në tavolinën e vogël të dhomës së tij të punës dhe filloi të shkruante letra. Një letër për çdo njeri që kishte besuar te ai, që kishte mbështetur qeverinë e tij, që kishte shpresuar se diçka do të ndryshonte. Në njërin prej atyre letrave, të shkruar për Luiq Gurakuqin, ai shkruante: "I dashur mik, kur të lexosh këtë, unë tashmë nuk do të jem më kryeministër. Por dua që ti të dish se 5 ditët që kaluam bashkë në atë zyrë ishin 5 ditët më domethënëse të jetës sime. Ne u përpoqëm të bëjmë diçka që shumë pak njerëz kanë guximin ta bëjnë, të themi jo atyre që janë më të fuqishëm se ne. Dhe edhe pse ne humbëm, unë nuk pendohem. Sepse disa betejë ja vlen ti humbash me nder, se sa ti fitosh me turp."
Kur Luigi Gurakuqi e mori këtë letër disa ditë më vonë, ai qau për herë të parë që kur kishte filluar të merrej me politikë. Ai e ruajti atë letër për gjithë jetën dhe kur vdiq në vitin 1940, letra u gjet në xhepin e xhaketës së tij, e palosur me kujdes dhe e lexuar aq shumë herë sa shkronjat kishin filluar të zbehen. Por ndërsa Hasan Prishtina po shkruante letrat e tij lamtumirëse, Ahmet Zogu po hytte në godinën e qeverisë si fituesi i një lufte që nuk ishte luftuar kurrë. Nuk pati rezistencë. Nuk pati protesta. Populli shqiptar, i lodhur nga vite pasigurie dhe kaosi, thjesht pranoi ndryshimin. Por ajo që njerëzit nuk e dinin ishte se Ahmet Zogu kishte sjell me vete një listë të re detyrimesh. Brenda 24 orëve të para të qeverisjes së tij, ai thiri përfaqësuesit e kompanive që Hasan Prishtina i kishte refuzuar dhe u tha: "Qeveria ime është e gatshme të rimarrë bisedime. Ne duam që Shqipëria të zhvillohet dhe ne kuptojmë se për zhvillim nevojiten investime." Kjo ishte gjua e re. Jo më mbrojtje e pasurive kombëtare, por tërheqje e investimeve të huaja. Dhe brenda pak muajsh, kontratat filluan të nënshkruheshin njëra pas tjetrës. Anglo-Persian Oil Company mori koncesionin e naftës me kushte pothuajse identike me ato që Prishtina kishte refuzuar. Kompanitë italiane morën pyjet e veriut. Standard Oil mori të drejtën për të kërkuar naftë në zonat e jugut. Dhe Ahmet Zogu, në këmbim të këtyre nënshkrimeve, mori diçka që Hasan Prishtina nuk e kishte pasur kurrë, garancitë financiare dhe politike nga fuqitë e mëdha që do ta mbronin pushtetin e tij për vitet që do të vinin. Por a ishte Ahmet Zogu një tradhtar? Apo ishte thjesht një realist që e kuptoi se një vend i vogël si Shqipëria nuk mund të mbijetonte pa mbështetjen e fuqive të mëdha? Kjo pyetje ka ndarë historianët për një shekull. Disa thonë se Zogu ishte një oportunist që e shiti vendin për pushtet personal. Të tjerë thonë se ai ishte një strateg i mençur që kuptoi se në botën e viteve 1020, idealizmi i Hasan Prishtinës ishte një luks që Shqipëria nuk mund ta përballonte. Të dyja këto pikpamje kanë të vërtetën e tyre. Por ka edhe një e vërtetë të tretë që shpesh harrohet, se Ahmet Zogu jetoi gjithë jetën e tij duke ditur se ai kishte marrë pushtetin duke rrëzuar një njeri më të mirë se ai. Kjo dihet nga ditarët e njerëzve që ishin pranë tij në vitet e mëvonshme, kur ai ishte bërë mbret. Një nga këshilltarët e tij më të afërt, që dha dëshmi pas luftës së dytë botërore, tregoi se Ahmet Zogu nuk fliste kurrë për Hasan Prishtinën në publik, por në private shpesh përmendej emri i tij. Një herë, në një darkë private në vitin 1029, kur dikush ngriu një dolli për udhëheqësit që ndërtuan Shqipërinë, Ahmet Zogu ngriu gotën dhe tha: "Le të pim për ata që e provuan, edhe pse dështuan." Kur ju kërkua të shpjegonte, ai tha vetëm: "Prishtina ishte një njeri më i mirë se unë. Por unë isha një politikan më i mirë se ai." Dhe në fund, politika fiton mbi moralin. Kjo deklarat, e regjistruar nga një diplomat francez që ishte i pranishëm, tregon diçka të rëndësishme, se edhe fituesit e historisë ndonjëherë dinë se ata nuk ishin heronjtë e vërtetë. Ndërsa muajt kalonin dhe qeveria e Zogut forcohej, Hasan Prishtina u bë një zë gjithnjë e më kritik. Ai shkruante artikuj në gazeta opozitare, mbante fjalime në tubimet publike, takohej me grupe që besonin se Shqipëria kishte marrë rrugën e gabuar. Dhe për këtë arsye, ai u bë një kërcënim. Jo sepse kishte ushtri apo para, por sepse kishte diçka më të rrezikshme, besueshmëri morale. Njerëzit që e dëgjonin e dinin se ai nuk fliste për interes personal. Ai fliste sepse besonte në atë që thoshte. Dhe kjo lloj besueshmërie është shumë më e rrezikshme për një regjim se çdo ushtri. Prandaj, nuk është çudi që në vitet që erdhën, Hasan Prishtina jetoi në kërcënim të vazhdueshëm. Ai mori disa kërcënime me vdekje. Shtëpia e tij u bastis disa herë nga forcat e sigurisë. Dhe në fund, në verën e vitit 1923, ai u vra në Selanik në rrethana që asnjëherë nuk u sqaruan plotësisht. Versioni zyrtar tha se ishte një vrasje për shkak të një grindeje personale. Por shumë prej atyre që e njihnin atë besonin se ishte një vrasje e urdhëruar nga ata që donin që zëri i tij të heshte përgjithmonë. Disa thanë se orderi erdhi nga Beogradi, sepse Prishtina ishte lideri i lëvizjes për çlirimin e Kosovës. Të tjerë thanë se erdhi nga Tirana, sepse Ahmet Zogu e shihte atë si një kërcënim për stabilitetin e regjimit të tij. Dhe kishte edhe një teori të tretë, se ishin vetë kompanitë e huaja që kishin financuar vrasjen, sepse Prishtina vazhdonte të shkruante artikuj që zbulonin kushtet skandaloze të kontratave që ata kishin nënshkruar me qeverinë e Zogut.
Çfarëdo që ishte e vërteta, një gjë ishte e qartë, Hasan Prishtina vdiq sepse kishte zgjedhur të mos heshte. Ai mund të kishte jetuar një jetë të qetë pas dorëheqjes. Ai mund të ishte tërhequr nga politika dhe të kishte kaluar vitet e tij të fundit duke jetuar në hije. Por ai zgjodhi të vazhdonte të luftonte, edhe pse e dinte se kjo luftë mund ta kushtonte jetën. Dhe në fund, kështu ndodhi. Por a ja vlente? A ja vlente të vdiste për një çështje që tashmë ishte humbur? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i bëj vetes. Sepse historia e Hasan Prishtinës nuk është vetëm një histori për një kryeministër që qëndroi 5 ditë në pushtet. Është një histori për çmimin e integritetit. Është një histori për zgjedhjen midis asaj që është e lehtë dhe asaj që është e drejtë. Dhe është një histori që na kujton se disa betejë ja vlen t'i luftosh edhe kur e di se nuk mund t'i fitosh. Dekada pas vdekjes së Hasan Prishtinës, Shqipëria vazhdoi të jetonte me pasojat e vendimeve të marra në dhjetor të vitit 1921. Kontratat e naftës që Prishtina kishte refuzuar sollën miliona për kompanitë e huaja, por vetëm copza për shtetin shqiptar. Pyjet e veriut u prend derisa kodrat mbetën të zhveshura, duke shkaktuar erozioni dhe përmbytje që vazhdojnë edhe sot. Miniera e bakrit dhe kromit u shfrytëzuan aq intensivisht sa mjedisi u dëmtuan në mënyrë të pakthyeshme. Dhe njerëzit që kishin premtuar se investimet e huaja do ta bënin Shqipërinë një vend të pasur, gënjenin. Shqipëria mbeti e varfër. Por një grup i vogël njerëzish u pasuruan jashtëzakonisht. Ahmet Zogu u bë mbreti i Shqipërisë dhe jetoi në një pallat të ndërtuar me para që vinin nga taksat dhe koncesionet. Shefqet Vërlaci u bë edhe më i pasur se sa ishte më parë, duke zgjeruar pronat e tij dhe duke marrë kontrata të reja. Dhe tregtarët e huaj që kishin investuar në rrëzimin e Prishtinës morën kthimin e investimit të tyre me përfitime që t'i kalonin çdo parashikim. Por kishte edhe njerëz që nuk harruan. Kishte njerëz që ruajtën letrat e Hasan Prishtinës, dosjet që ai kishte lënë pas, dëshminë e shkruar për atë që kishte provuar të bënte. Dhe kur regjimi komunist erdhi në pushtet pas luftës së dytë botërore, ata përdorën historinë e Hasan Prishtinës si provë se sistemi i vjetër ishte i korruptuar dhe i shitur. Por edhe komunistët gënjenin. Sepse ata e përdorën historinë e Prishtinës për qëllimet e tyre propagandistike, por kur nuk i kthyen pasuritë kombëtare në duart e popullit. Ata thjesht zëvendësuan një lloj korrupsioni me një lloj tjetër. Dhe kështu, historia e Hasan Prishtinës u bë një simbol që të gjithë e përdornin, por që askush nuk e nderonte vërtet. Sot, një shekull pas atyre 5 ditëve në dhjetor të vitit 1921, Shqipëria ende përpiqet të gjejë rrugën e saj. Ende ka kontrata që nënshkruhen në fshehtësi, ende ka pasuri kombëtare që shiten për çmime qesharake, ende ka politikanë që hyjnë në pushtet të varfër dhe dalin milioner. Historia e Hasan Prishtinës duket sikur përsëritet çdo dekadë, vetëm me emra të rinj dhe me skenar të rinj. Por pyetja që duhet bërë është kjo: sa do të vazhdojë kjo? Sa gjenerata të tjera do të duhet të kalojnë përpara se të mësojmë mësimin që Hasan Prishtina provoi të na mësonte, se një vend nuk ndërtohet duke shitur pasuritë e tij, por duke i mbrojtur ato? Se ndershmëria në politikë nuk është një lukse, por një domosdoshmëri? Se drejtuesit që sakrifikojnë interesin kombëtar për interesin personal janë jo drejtues, por tradhtar? Familja e Hasan Prishtinës jetoi dekada në varfëri dhe në frikë. Fëmijët e tij u rritën duke dëgjuar histori për një baba që ata mezi e kishin njohur, por që kishte jetuar dhe vdekur për një ide. Disa prej tyre emigruan në vende të tjera dhe kur nuk u kthyen. Të tjerët mbetën dhe provuan të jetonin jetë normale, edhe pse mbanin një mbiemër që regjimi e konsideronte të dyshim. Dhe kur vdiqën, askush nuk organizoi ceremoni madhështore për ta. Sepse kjo është çmimi që paguajnë familjet e atyre që zgjedhin të luftojnë për parime, ata harrohen nga historia zyrtare, edhe pse kontributi i tyre ishte i paçmuar. Ata që e rrëzuan Hasan Prishtinën jetuan jetë të gjata dhe të pasura. Disa prej tyre vdiqën në shtretërit e tyre, të rrethuar nga pasuri dhe nga fëmijë që kishin trashëguar pasuritë e tyre. Disa u varrosën në varreza madhështore me monumente që ende qëndrojnë sot. Dhe për shumë vite, historianët i trajtuan ata si figura të rëndësishme që kishin kontribuar në ndërtimin e shtetit shqiptar. Por sot, kur ne e shikojmë historinë me sy të pastër, ne e dim të vërtetën, se ata nuk ndërtuan asgjë. Ata thjesht plaçkitën dhe u pasuruan, dhe lanë pas një vend më të varfër se sa e gjetën. Por ndoshta mësimi më i hidhur i kësaj historie nuk është se njerëzit e këqij fitojnë.
Mësimi më i hidhur është se njerëzit e mirë, edhe kur fitojnë, humbasin. Sepse çfarë fitoi Hasan Prishtina duke refuzuar t'i nënshkruante ato kontrata? Ai humbi pushtetin pas 5 ditësh. Ai u detyrua të jetojë në ekzil të brendshëm. Ai u vra në një rrugë të huaj, larg shtëpisë së tij. Dhe vendin që ai donte ta shpëtonte u shit gjithsesi, vetëm pak muaj pas dorëheqjes së tij. Pra, në një kuptim praktik, lufta e tij ishte e kodë. Por në një kuptim më të thellë, lufta e tij nuk ishte e kodë fare. Sepse ai la pas një trashëgimi që asnjë para nuk mund ta blejë, trashëgimin e integritetit. Ai tregoi se është e mundur të thuash jo edhe kur të gjithë të tjerët po thonë po. Ai tregoi se është e mundur të refuzosh të korruptohesh edhe kur korrupsioni është norma. Dhe ai tregoi se është e mundur të vdesësh i varfër por me nder, sesa të jetosh i pasur por me turp. Sot, në qendër të Tiranës, ka një rrugë që mban emrin e Hasan Prishtinës. Është një rrugë e vogël, jo shumë e gjatë, dhe shumë pak njerëz e dinë se kush ishte burri që i dha emrin asaj rruge. Por ata që e dinë, ndalojnë ndonjëherë dhe mendojnë për 5 ditët që ndryshuan historinë e Shqipërisë. Ata mendojnë për një njeri që mund të kishte qëndruar në pushtet nëse kishte pranuar të bënte atë që të gjithë të tjerët bënin, të heshte, të kompromisonte, të shisnin. Por ai nuk e bëri. Dhe për këtë arsye, ai humbi gjithçka. Por ai fitoi diçka që asnjë para nuk mund ta blinte, respektin e historisë. Kontratat që Hasan Prishtina refuzoi u nënshkruan nga pasardhësit e tij. Nafta e Shqipërisë u nxor nga kompanitë e huaja për një shekull të tërë dhe shumica e fitimeve shkuan jashtë vendit. Pyjet u prend dhe nuk u mbollën kurrë përsëri siç duhet. Miniera u shfrytëzuan derisa mjedisi u shkatërrua. Dhe Shqipëria mbeti një nga vendet më të varfra të Evropës, edhe pse kishte pasuri nëntoksore që mund ta kishin bërë atë një vend të pasur. Familja e Hasan Prishtinës shpërndau nëpër botë. Disa shkuan në Egjipt, disa në Turqi, disa në Evropën perëndimore. Shumica e tyre jetuan jetë modeste dhe të heshtura. Por të gjithë mbanin në zemër historinë e një burri që kishte sakrifikuar gjithçka për parime që sot duken pothuajse naiv. Kur nipërit dhe mbesat e tij u rritën dhe pyetën për gjyshin e tyre, prindërit u treguan historinë e 5 ditëve. Dhe shumë prej tyre qanë, jo nga pikëllimi, por nga krenaria. Sepse ata e dinin se ishin pasardhës të një njeriu që kishte zgjedhur të jetë i ndershëm në një botë të pandershme. Ata që e rrëzuan Hasan Prishtinën jetuan jetë të gjata. Ahmet Zogu sundoi si mbret derisa u detyrua të largohej nga invazioni italian në vitin 1938. Ai vdiq në ekzil në Francë, i harruar nga shumica dhe i mallkuar nga ata që e kuanin. Shefqet Vërlaci humbi gjithçka kur komunistët erdhën në pushtet dhe morën të gjitha pronat e tij. Ai vdiq i vetmuar dhe i mjeruar. Tregtarët e huaj që kishin investuar në rrëzimin e Prishtinës u tërhoqën nga Shqipëria kur vendi u pushtua dhe kur nuk u kthyen. Të gjithë fituan në afat të shkurtër, por humbën në afat të gjallë. Sepse kjo është ligji i historisë, se ata që ndërtojnë mbi gënjeshtra përfundojnë të varrosur nën to. Por ka një pyetje që mbetet e hapët edhe një shekull më vonë, çfarë do të kishte ndodhur sikur Hasan Prishtina të kishte mbetur në pushtet? Sikur ai të kishte pasur kohë për të zbatuar vizionin e tij? Sikur ai të kishte mundur të mbrojë pasuritë kombëtare dhe të kishte ndërtuar një ekonomi të pavarur? A do të ishte Shqipëria sot një vend i ndryshëm? A do të ishte një vend më i pasur, më i fortë, më i respektuar? Apo historiku gjithmonë do të kishte gjetur një mënyrë për ta shkatëruar, sepse fqinjet e fuqishëm dhe kompanitë e mëdha kur nuk do të lejuan që një vend i vogël të mbetej i pavarur ekonomikisht? Këto janë pyetje që askush nuk mund t'i përgjigjet me siguri. Por një gjë është e sigurt, historia e Hasan Prishtinës na mëson se ka momente në jetën e një kombi kur zgjedhjet që bëhen përcaktojnë fatin e brezave të tërë. Dhe në atë moment të dhjetorit të vitit 1921, Shqipëria zgjodhi rrugën e lehtë. Zgjodhi të pranonte paratë e huaja dhe premtimet e rreme, në vend që të luftonte për dinjitetin e saj. Dhe sot ne jetojmë me pasojat e asaj zgjedhjeje. Por ndoshta mësimi më i rëndësishëm që historia e Hasan Prishtinës na jep është ky, se ndonjëherë të humbasësh me nder ja vlen më shumë se të fitosh me turp. Se ka vlera që janë më të rëndësishme se pushteti, se pasuria, se jeta vetë. Dhe se njerëzit që zgjedhin të jetojnë sipas këtyre vlerave, edhe pse mund të humbasin gjithçka në jetën e tyre, fitojnë diçka që asnjë pushteti nuk mund t'ua marrë, respektin e historisë dhe admirimin e brezave që vinë.
Pra, kur flasim për 5 ditët e Hasan Prishtinës në pushtet, le të mos I shikojmë si një dështim. Le t'i shikojmë si një provë se integritet në politikë është I mundur, edhe nëse kushti është I lartë. Le t'i shikojmë si një kujtesë se ka pasur njëherë njerëz që vunë interesin kombëtar mbi interesin personal. Dhe le të pyesim veten, a jemi ne, sot, të gatshëm të bëjmë të njëjtën gjë? Apo do të vazhdojmë të zgjedhim rrugën e lehtë, duke shitur të ardhmen për fitimin e sotëm? Kjo është pyetja që historia e Hasan Prishtinës na lë. Dhe është një pyetje që çdo brez duhet ta përgjigjet për vete. Sepse derisa ne vazhdojmë të zgjedhim rrugën që zgjodhi Ahmet Zogu dhe ata që e mbështetën atë, ne do të vazhdojmë të jetojmë në një vend ku pasuritë shiten, ku dinjiteti humbet dhe ku e ardhmja e brezave sakrifikohet për interesat e së tashmes. Por nëse dikush, diku, një ditë do të zgjedhë rrugën e Hasan Prishtinës, atëherë ndoshta, vetëm ndoshta, historia do të marrë një drejtim të ndryshëm. Dhe atë ditë, 5 ditët e Hasan Prishtinës nuk do të jenë më një histori e dështimit, por një profeci që më në fund u përmbush.